Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe adhurimet takojnë vetëm Allahut xhalla shanu. Paqja dhe mëshira e tij qoftë mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma ij'alna mimman dhakarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith an-nabawi majtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah aw yatadarasunahu fima baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. O Allah xhalla shanuhu, na mundson neve që të marrim dije të dobishme. O Allah xhalla shanuhu, bane këtë ndenje prej atyre ndenjeve të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ku ka thënë: nuk ulet një popull në një shtëpi prej shtëpive të Zotit xhalla shanuhu, që me e lezu librin e Zotit xhalla shanuhu ose me e përkujtua të në mesin e tyne, përveç se zbret mbi to mëshira, i rrethojnë ato me lajket, i mbulon ato mëshira e Zotit xhalla shanuhu, zbret mbi to qetësia e Zotit dhe i përmend Zotit xhalla shanuhu tek ato që i do. Vëllezër të nderuar, s'ka dyshim se një ndër shqetësimet më të mëdha për njerëzit sot në ditë të sotme është jeta e shkurtër që kanë njerëzit. Pra, të gjithë njerëzit e dinë se një ditë Zoti xhalla shanuhu ve la ilaha ghayruhu ka caktuar për to që të vdesin, sepse Zoti xhalla shanuhu ka thënë në Kur'anin famullar: kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Muslimani hidhrohet sepse nuk ka mundësi që me vepru shumë vepra të mira në këtë botë, sepse po ta krahasojmë jetën e popullit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me jetën e popujve të mëparshëm, shohim që jeta e popullit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është shumë e shkurtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a'maru ummati ma bayna as-60 was-70 wa aqalluhu man yujawwizu dhalik. Mosha mesatare, thot pejgamberi alayhi salam, e popullit tem është mes 60 dhe 70, dhe të pakti janë ata që e kalojnë këtë. Ndërsa shohim popujt e mëparshëm, Zoti xhalla shanuhu përmend në Kur'an Nuhun alayhi salam, i cili vetëm ftim në njësimin e Zotit xhalla shanuhu ka ftu 950 vite. Pra 950 vite e ka ftu Nuhi alayhi salam Zotin, i ka ftu njerëzit në rrugën e Zotit xhalla shanuhu. Edhe pse ftesës së tij ju përgjigjen shumë pak, mirë po jeta e popujve të mëparshëm në krahasim me popullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë më e gjatë. Ndërsa në këtë jetë të shkurtër të cilën e kemi ne, me i bë një llogari shumë të shkurtë, shohim se ajo jetë ose ajo pjesë jetë e cila na ka mbet neve që me e shfrytzu për punë të mira, është prapë shumë e shkurtë. Nëse ne marrim një njeri me moshë mesatare 60 vite, do të shohim se ky person nase në një ditë, flen 8 orë në ditë, atëherë 1/3 e jetës tij kalon në gjumë. Kështu që iku 1/3 e jetës tij. Shohim se periudha mosha e vegjëlisë prapë është një kohë në të cilën njeriu nuk ka mbi të detyrime. Pra, periudha që njeriu nuk i kanë rënë obligimet, nuk ka njeriu obligime. Aja mosh zgjat për dikën 12, 13, 14 deri në 15 vjeç. Kështu që iku edhe një periudhë tjetër jetet. Prej kësaj periudhës së mbetur, njeriu një pjesë të kësaj jete e shfrytëzon duke hangur, duke pi, duke kryer nevojat personale e me radhë, që mund të shkojnë rreth 2-3 vite, 4 vite sipas personave. Kështu që i mbetet njeriu rreth 1/3 e jetës së tij ose më pak se 1/3 e jetës së tij, që njeriu me shfrytëzu me punë të mira në mënyrë që të fitojnë ato shpërblime të cilat i ka përgatitur Zoti xhalla shanuhu për besimtarët. Dhe s'ka dyshim se çdo musliman mundohet që me e fitu xhennetin e Zotit xhalla shanuhu. Dikush mundohet me bë punë të mira më pak, dikush më shumë, por se qëllimi i të gjithëve është
me u largu prej zjarrit të xhehenemit dhe me fitu xhennetin të cilën e ka përgatitur Zoti xhalleshanuhu për besimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Gjithë populli im do të hyjnë në xhennet përveç atij që refuzon. I thanë sahabët: "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" E kush refuzon o i dërguar i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba." Kush mbindet mu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hyjë në xhennet. Ndërsa kush më refuzon mu, ai me të vërtetë ka refuzuar për veten e tij me hyjë në xhennet. Meqense jeta e muslimanit është e shkurtë, atëherë muslimani duhet që me u mundu që me i shtu sa ma shumë veprat e mira, në mënyrë që të ngrihen sa ma shumë gradat e tia tek Zoti xhalleshanu. Të shtojnë veprat e tia, siç është morali i mirë, siç është mbajtja e lidhjeve farefisnore, siç është mirësjellja ndaj fëmijët e merrall. Të shtojnë veprat e mira për të cilat Zoti xhalleshanuhu ka përgatit shumë fishim shpërblimesh, siç është namazi, zakati e merrall. Mirë, po të mos harrojnë njeriu që me i shtu edhe veprat e mira, të cilave ju vazhdon shpërblimi edhe mas vdekjes së tyre. Pra njeriu vdes dhe ky njeri është në varrin e tij, Zoti xhalleshanuhu la ilaha ghayru, vazhdon duke i quajtur shpërblime këtij personi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin që e transmeton Ebu Hurajra, Allahu e mëshiroft: "Idha mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kur vdes njeriu, kur vdes biri i Adamit, i ndërprehet puna e tij përveç 3 gjanave. Sadaqatun jariyah, një sadaka e rrjedhshme, pra ka lënë njeriu një hajrat i cili vazhdon, ka lënë një pus, ka lënë një pemë, ka lënë një mirësi, një jetimore me rrall. Sot vazhdojnë kjo punë hajrit të cilën e ka lënë ky person është i vdekun dhe vazhdojnë me i shku shpërblime këtij person. E dyta, ilmun yuntafa'u bihi, një dije e mirë me të cilën kanë dobi njerëzit. Sot përhapet kjo dije, vazhdojnë këtij person që me i shku shpërblime edhe pse ai person është në varr. Dhe e treta, waladun salihun yad'u lahu, dhe një djalë i mirë të cilën e ka lënë ai person i cili bën lutje për të. Meqense tema të cilën shpjegojmë ne është edukata dhe morali i Islam, në dashur Allahu xhalleshanuhu, sonte do të shpjegojmë disa prej rregullave të kërkimit të dijes. Meqense kërkimi i dijes ose dija është prej veprave të cilat i bojnë njeriu dobi edhe mbas vdekjes. Sa do pak që ta ketë shpërndarë njeriu dijen e kësaj feje të ndritur të Zotit xhalleshanuhu, për të cilën Zoti xhalleshanuhu ka thënë në Kur'an: "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam", me të vërtetë feja e pranuar tek Zoti xhalleshanuhu është Islami. Sa do pak që të mundohet njeriu me shpërndarë këtë dije, Zoti xhalleshanuhu la ilaha ghayruhu nuk ja humb atij mundin, por se jep shpërblime këtij person edhe mbas vdekjes. Mirë, po përpara se të kalojmë tek normat edukative të kërkimit të dijes, duhet të ndalem diçka tek vlerat të cilën Zoti xhalleshanuhu ju ka dhënë njerëzve të dijes. Sepse s'ka dyshim se Zoti xhalleshanuhu nuk i ka bërë barabart ata njerëz që dinë me ata që s'dinë. Zoti xhalleshanuhu ka thënë në Kur'anin famullar: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Prandaj Zoti xhalleshanuhu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet haditheve të tija ka tregu mbi vlerën e dijes. Dhe ka tregu se si Zoti xhalleshanuhu i ngrin ato njerëz të cilët kërkojnë dije. E para, Zoti xhalleshanuhu i ka vlerësu dietarët sepse ato janë njerëzit të cilët e kanë frikë Zotin xhalleshanuhu më shumti. Ku ka thënë Zoti xhalleshanuhu në Kur'an: "Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama." Me të vërtetë, më shumti që e kanë frikë Zotin xhalleshanuhu janë dietarët. E nëse njeriu e ka frikë Zotin xhalleshanuhu, atëherë ky njeri mundohet që me bë pengesë mes vetes tij dhe mes asaj që ka kërku Zoti xhalleshanuhu. Pra mundohet me bë pengesë mes vetes tij, mes
dhe mes asaj që ka përgatit Zoti xhalleshanu për atë që beson. Për shembull, mundohet njeriu me bë pengesë mes vetes tij dhe mes xhehenemit. Zoti xhalleshanu ka ndaluar për diçka, njeriu ndalohet. Zoti xhalleshanu ka urdhëruar për diçka, njeriu e kryen atë gjë. Në hadithin e Xhibrilit, një hadith i shumë një gjumë besoj për jush, janë të pak muslimanët të cilët nuk e din këtë hadith. Ku Xhibrili a.s. vjen dhe e pyet pejgamberin a.s. për besimin, vjen dhe e pyet për islamin, dhe vjen dhe e pyet për sosmërinë. Ku thot: Ja Muhammed mel ihsan, o Muhammed, më trego mua se çka është për sosmëria. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: El ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarah, wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Për sosmëria, thot pejgamberi alayhis salam, është të adhurosh Zotin xhalleshanuhu ashtu sikur se ti e sheh atë. Edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Thojnë dietarët musliman, për sosmëria arrihet me 4 gjëra. E para, devotshmëria. E dyta, frika ndaj Zotit xhalleshanuhu. E treta, shpresa ndaj Zotit xhalleshanuhu, sepse frika gjithmonë shkon me shpresë. Muslimani e adhuron Zotin xhalleshanuhu mes frikës dhe shpresës. Dhe e katërta, mbështetja tek Zoti xhalleshanuhu. E dyta, Zoti xhalleshanuhu në Kur'anin famëlar e ka përmend dëshminë e njerëzve të dijes direkt mas dëshmisë së Zotit xhalleshanuhu dhe mas dëshmisë së melekëve, krijesave më të mira që ka kriju Zoti xhalleshanuhu. Krijesa të cilat se kundërshtojnë Zotin xhalleshanuhu asnjëherë, sepse Zoti xhalleshanuhu thot në Kur'an: La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk e kundërshtojnë Zotin xhalleshanuhu asnjëherë dhe bëjnë atë që urdhënohen. Ku ka thënë Zoti xhalleshanuhu në Kur'an: Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ka dëshmu Zoti xhalleshanuhu sepse ai është një i vetëm, dhe melekët e tij dhe dietarët. Dhe s'ka dyshim se Zoti xhalleshanuhu kur dëshmon vetëm të drejtit. Pra Zoti xhalleshanuhu dëshmon të drejtit dhe i ka zgjill dietarët që me dëshmu direkt mas melekëve, se s'ka dyshim sepse ato janë të drejtë. E treta, Zoti xhalleshanuhu e ngrin gradën e këtyre dietarëve me besim, sikur se ka përmend Zoti xhalleshanuhu në Kur'an: Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. E ngrin Zoti xhalleshanuhu ato të cilët besojnë dhe ato të cilët ju është dhënë dije me grada. E katërta, për ata njerëz të cilët kërkojnë dijen, Zoti xhalleshanuhu ju lehtëson aty në rrugën për në xhennet. Dhe s'ka dyshim se rruga për në xhennet nuk është e lehtë. Porse njeriu nëse ndjek rrugën e kërkimit të dijes, s'ka dyshim se Zoti xhalleshanuhu ja lehtëson atij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush ndjek një rrugë me të cilën kërkon dije, atëherë do t'ja lehtësojnë atij Zoti xhalleshanuhu rrugën për në xhennet. E gjashta ose e pesta, melajket, krijesat më të mira të Zotit xhalleshanuhu i shtrin krahët për nxënësin e dijes. E shtata, ndenjet në të cilat mbledhen nxënësit e dijes dhe njerëzit të cilët e kërkojnë dijen, Zoti xhalleshanuhu i ka bën ato ndenje të bereqitshme. Sikur se e përmendëm në hadithin e mësipërm, se nuk mblidhen një popull për të lexuar librin e Zotit xhalleshanuhu ose për ta mësuar atë në mesin e tyre, përveç se zbret mbi to qetësia. I rrethojnë ato me lajket, zbret mbi to mëshira e Zotit xhalleshanuhu dhe i përmend Zotit xhalleshanuhu tek ato që i do. E shtata, nëse njeriu ndjek rrugë për të kërkuar dijen, s'ka dyshim se kjo është një shenjë prej shenjave se Zoti xhalleshanuhu këtij njeri ja don të mirën. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Kujt Zoti xhalleshanuhu ja don të mirën, ja mëson atij dituritë e fesë. Pra kujt Zoti xhalleshanuhu ja don të mirën,
ja mëson atij dituritë e fesë. Dhe s'ka dyshim se nëse Zoti xhalleshanu dikujt ja lehtëson mësimin e diturive të fesë, kjo është një shenjë prej shenjave se Zoti xhalleshanu ja don këtij person të mirë. E teta, njerëzit të cilët e kërkojnë dijen janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Sepse pejgambert, duke filluar që nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët e mëparshëm nuk është se kanë trashëguar shumë gjëra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë asgjë prej trashëgimisë së tij, por sa ajo që ka lënë ka kanë shpallja, të cilën ja ka shpall Zoti xhalleshanu me la ilaha ghayru. Zoti xhalleshanu ka thënë në Kur'an: "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana", dhe ju keni në të dërguarin e Allahut shembullin më të mirë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadha minhu akhadha bihadhin wafir." Me të vërtetë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dietarët nuk kanë lënë trashëgimi as dinar edhe as dirhem, porse kanë lënë dijen. E kush e merr aty tek dietarët, ai me të vërtetë e ka marrë në një vend të bollshëm. Dhe e fundit, grada e njerëzve të dijes është më e lartë se grada e atyre njerëzve të cilët falin namaz, bëhen fjalë jashtë namazeve të detyrueshme, namaz nafile ose agjërojnë nafile. Bile Abdullah ibn Mas'udi Allahu e mëshiroft ka thënë: ju këshilloj që me marr dituri përpara se të ngrihet dija. Dhe ngritja e dijes është vdekja e transmetuesave të saj. Pasha atë në dorën e të cilët është shpirti im, do të dëshirojnë në ditën e gjykimit kur të rinjallen para Zotit xhalleshanu ata njerëz të cilët kanë rënë dëshmor në rrugt të Zotit xhalleshanu, do të dëshirojnë që Zoti xhalleshanu t'i kishte ringjall ato dietar. Me që shofin se Zoti xhalleshanu çfarë nderimit ju ka bën atyne. Dhe nuk ka lind thot Abdullah ibn Mas'udi askush i ditur, por se dia merret duke mësu. Kjo është një diçka e shkurtër mbi vlerën të cilën ju ka dhënë Zoti xhalleshanu me la ilaha ghayru njerëzve të dijes. Mirë, po s'ka dyshim se çdo musliman duhet që me e kërku dijen aq sa i mjafton muslimanit që me e njoft Zotin xhalleshanu dhe me i kry adhurimet që i ka kërku Zoti xhalleshanu atij. Po ashtu në veprimet të cilat i kryen ai gjatë ditës në jetën e tij, për shembull në tregtie me radhë, duhet me e njoft dijen e fesë në të tilla gjëra, sepse nuk lejohet që musliman me hy edhe me kry një veprim në tregti edhe nuk e din që ai veprim a është i lejuar apo nuk është i lejuar. Pra për çdo veprim që bën muslimani duhet që me kërku me ditë. Dhe s'ka dyshim që këto janë gjonat më elementare. Për sa i përket gjonave më të mëdha, sikurse është dija trashëgimisë me radhë, këto janë gjona të cilat i mësojnë më shumë të nxënës të dijes ose dietarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i njerëzimit të cilin e ka lavdëruar Zoti xhalleshanu në Kur'anin familjar dhe ka thënë për të: "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana", ka qenë mësuesi më i mirë i njerëzimit. Ka qenë mësuesi i cili ju ka mësu shokëve të tij këtë fe të Zotit xhalleshanu me la ilaha ghayru në mënyrën më të mirë, në të cilën edhe ato e kanë pranuar këtë gjë. S'ka dyshim se e kanë pranuar edhe prej tij se ka qenë i dërguari i Zotit xhalleshanu, por se e kanë pranuar edhe prej mënyrës se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka transmetuar ato në këta gjëra. Prandaj nuk ka lënë asgjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë fe të Zotit xhalleshanu pa plotsu. Sa që ju ka mësu muslimanve edhe rregullat e kryerjes së nevojës, edhe rregullat e pastrimit, edhe rregulla të panumërta. Ne sot do të përmendim diçka rreth edukatës së marrjes së dijes, e përmbledhëm diçka prej fjalëve të dietarëve, e argumentuar me disa prej argumenteve të Kuranit ose prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
S'ka dyshim se e para prej tyre është rregullimi i niyetit. Ndoshta shpesh e nigjojmë këtë fjalë, ta rregullojmë, ta pastrojmë niyetin ton, ta bëjmë veprën ton vetëm për hir të kënaqësisë së Zotit xhalleshano. Mirë, po kërkimi i dijes është adhurim. Sikurse është adhurim namazi, sikurse është adhurim zakati, sikurse është adhurim haxhi edhe me radhë, edhe kërkimi i dijes është adhurim. Prandaj nëse njeriu e bën këtë gjë për të hir të kënaqësisë Zotit xhalleshano, s'ka dyshim se do të marrin shpërblime të mëdha. Ndërsa nëse ky njeri e prish niyetin e tij, Zoti xhalleshano ka përgatit për këtë person dënime të mëdha. Ahmed ibn Hanbali, Allahu e mëshiroft, ka thënë, nuk ka asgjë që barazohet me dijen nëse rregullohet niyeti. I thonë, si mundet kjo? Tha, atëherë ky person duhet që me rregullu niyetin e tij, me e bën niyetin e tij për hir të Zotit xhalleshano dhe me e bën jetë që me ngrit ignorancën prej vetes tij dhe prej njerëzve. Mirë, po në krahin tjetër Zoti xhalleshano ka përgatit një dënim të dhëmshëm për ata të cilët nuk e rregullojnë niyetin në këtë gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një numër hadithesh ka treguar për këtë dënim të dhëmshëm. Transmeton Ebu Huraira, Allahu mëshiroft, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, yuridu an yusiba bihi shay'an min ad-dunya lam yajid 'urfa al-janna." Thot pejgamberi alayhi salam, kush e kërkon dijen, e cila duhet me u kërku vetëm për hir të kënaqësisë Zotit xhalleshano, për të përfituar diçka prej kësaj bote, nuk do ta nigjojnë erën e xhennetit. S'ka dyshim se era e xhennetit njihet prej larg, por se për këtë lloj njerëzish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ky person nuk do ta nigjojnë erën e xhennetit. E dyta, transmeton Abdullah ibn Omer, Allahu mëshiroft, se ka thënë: "Men talaba ilman li ghayri Allah aw arada bihi ghayru Allah falyatabawwa miq'adahu min an-nar." Kush e kërkon dijen jo për hir të Zotit xhalleshano, ose kërkon me këtë dije diçka tjetër përveç Zotit xhalleshano, atëherë le të përgatitet atij një karrige në zjarrin e xhehenamit. Ndërsa në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush e kërkon dijen që me debatu me të dietarët, ose me përul me të njerëzit e ulët, ose që njerëzit me i kthy ftyrat ka ky person, Zoti xhalleshano do ta fusin këtë njeri në zjarrin e xhehenamit. Dhe sa është e çuditshme se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë ata njerëz të cilët nuk e lexojnë Kur'anin dhe nuk e mësojnë dijen për hir të Zotit xhalleshano, një prej grupeve me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenamit në ditën e gjykimit. Ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloje njerëzish janë ata me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenamit. I pari prej tyre, një burr ose një person i cili ka luftu. Zoti xhalleshano do ta sillin para tij dhe do ta pyesin: "O filani, çka ke bën në dunjë?" Do të thojnë: "O Zot, un kam luftu në rrugën tënde derisa kam ra dëshmor." Zoti xhalleshano do t'i thojnë: "Jo, do t'i thojnë, por se ti po gënjen. Ti ke luftu që njerëzit me thonë që filani ka qenë trim, edhe kanë thonë." Dhe do të urdhojnë Zoti xhalleshano që ky person tërhiqet zvarr me fytyrë për tokë derisa të hidhet në zjarrin e xhehenamit. I dyti prej tyre është ai person i cili ka mësu dhe ju ka mësu njerëzve dijen. Do ta ftojnë Zoti xhalleshano në ditën e gjykimit para njerëzve. Dhe do të thonë: "O filani, çka ke bërë në dunjë?" Do të thonë: "O Zot, e kam mësu dijen dhe ju kam mësu atë njerëzve, kam lexuar edhe Kur'anin." Do të thonë Zoti xhalleshano: "Jo, por se ti e ke bërë këtë gjë që njerëzit më thonë që filani është i dijshëm." Dhe do të urdhnojnë Zoti xhalleshano që ky person të tërhiqet zvarr me fytyrë për tokë dhe të hidhet në zjarrin e xhehenamit. I treti prej tyre është ai person i cili ka dhënë pasuri në rrugt të Zotit xhalleshano, por se kjo dhënia e tij nuk ka qenë për hir të kënaqësisë Zotit xhalleshano.
Do ta pyshin Zoti xhalleshanu në ditën e gjykimit dhe do të thojnë: "O filani, çka ke bërë në dunjë?" Do të thojnë: "O Zot, nuk kam lënë rrugë prej rrugëve të hajrit, vetëm se jam mundu që me lënë." Do të thojnë Zoti xhalleshanu: "Jo, ti po gënjen. Por se ti ke dhënë prej pasurisë tone që njerëzit me thonë që filani është bujar." Dhe kanë thonë këtë gjë. Dhe urdhon Zoti xhalleshanu që ky njeri të tërhiqet me fytyrë zvarr për tokë dhe të hidhet në zjarrin e xhehenamit. Po të shohim të tre këto lloje njerëzish e kanë marrë atë që kanë kërku. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Me të vërtetë punët janë sipas niyetit dhe çdo njeri do të marrin atë që ka pas për qëllim. Dhe këto njerëz, qëllimi i tyre ka qenë që me marr diçka prej kësaj bote dhe Zoti xhalleshanu ju ka dhënë. Realisht njerëzit kanë thënë që filani mashallah tremi mall. Kanë thënë që filani mashallah ka dije shumë. Kanë thënë që filani mashallah bujar i mall, por se tek Zoti xhalleshanu nuk ju ka met asgjë. Prandaj rregullimi i niyetit është një ndër çështjet më kryesore në adhurimet e njeriut. Dhe kërkimi i dijes s'ka dyshim se është prej adhurimeve me të cilat njeriu afrohet për tek Zoti xhalleshanu. E dyta, largimi nga gjunahet. S'ka dyshim se një pengesë e madhe për kërkuesin e dijes janë gjunahet. Gjunahi i ndalon njeriu të lë të mira prej të mirave të dunjas të cilat i ka përgatitur Zoti xhalleshanu la ilaha ghayru, por se ja bllokojnë edhe mendjen e tij që më marr prej dijes së dobishme. Imam Ash-Shafi'i, një prej dietarëve më të mëdhenj të botës islame, një në njerëzit që ka pas memorje shumë të madhe, saqë siç thuhet, Imam Shafiu e ka hap mushafin dhe i ka mësu 2 faqe për herë. Saqë e ka vu një flet të bardhë në njënën faqe të mushafit, në mënyrë që me mësu me radhë njënën faqe i herë dhe faqen tjetër një herë. Një ditë prej ditësh Imam Shafiu mundohet që me mësu Kur'an mirë, po s'po kishte mundësi që me mësu Kur'an. Dhe shkon tek hoxha i tij, imami i tij tek i cili mësote dhe i ankohet, i tregon realitetin. Unë më përpara kam mësu 2 faqe për herë, ndërsa sot një faqe dhe po mësoj me shumë vështirësi. Dhe e ka tregu Imam Shafiu, Allah mëshiroft, gjenjen e tij në formën e një poezie në arabisht. Ku ka thënë Imam Shafiu: "Shakawtu ila waki'i su'a hifdhi fa arshadani ila talki al-'asi wa qala li i'lam anna al-'ilma nurun wa nuru Allah la yu'tahu 'asi." U ankofa tek Waki'i, e ka pas emrin mësuesi i tij, se nuk po mune me memorizu matët Imam Shafiu, dhe më tregoj mu ose më drejtoj mu që me ilan gjunahet, dhe më tha: "Dije, sepse dija është dritë dhe drita e Zotit xhalleshanu nuk i jepet gjunahçarit." Edhe një herë tjetër u ankova tek mësuesi jem për memorizimin e keq themin të Imam Shafiu, dhe më drejtoj mu në lënien e gjunaheve, dhe më tha: "Dije, sepse dija është dritë dhe drita e Allahut nuk i jepet gjunahçarit." Nëse dija nëpërmjet gjunaheve i është ndalu Imam Shafiut, i cili ka pas këtë memorizim të tillë, po ne që kana memorizim shumë më të vogël se Imam Shafiu, s'ka dyshim që ne do të na ndalohet krejtësisht. Dhe thot Imam Shafiu që u mendova në vetvete dhe realisht kisha bërë një gjuna, pra kisha pa pulpen e një femrës, nëse nuk gabohem. S'ka dyshim se në ditë tona gjunahi është bërë shumë më i lehtë. Ose ne sot jemi pak a shumë në ditë ku gjunahi është bërë ose po bëhet haptazi, por se e lutim Allahun xhalleshanu që të na mbrojnë neve, të mbrojnë sytë tonë, të mbrojnë krejt pjesët e trupit tona prej gjunaheve, dhe të na bëjnë neve prej atyre që mundohen sa do pak me e kërku dijen e dobishme. E treta, shfrytëzimi i kohës. S'ka dyshim se muslimanit nuk i del kohë që me humb kohën e tij në gjëra të kota. Por se muslimani mundohet që me e shfrytëzu kohën e tij
në atë çka i bën dobi vetes tij dhe çka i bën dobi shoqërisë tij. Dhe dija e dobishme s'ka dyshim që i bën dobi çdo personit, por se i bën dobi edhe shoqërisë përreth. Sepse njeriu nëse mëson një dije dhe ju mëson atë të tjerëve, njeriu shpërblehet për këtë dije, sepse kjo dije është dije e vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo person i cili mëson, ja mëson dikujt diçka, ka shpërblimin e tij dhe shpërblimin e atij që punon me këtë dije, pa i mangësu Zoti xhalleshanu as pak atij personi i cili punon me këtë dije. Pra, nëse njeriu e shfrytëzon kohën e tij duke marrë dije dhe duke dhënë dije Zotit xhalleshanu me la ilaha ghairu, ja shton këtij person shpërblimet. Dhe s'ka dyshim se koha e lirë është një ndër gjanat në të cilat janë të mashtruar jashtëzakonisht në to njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dy gjëra, thot pejgamberi alaihi salam, janë të mashtruar në to njerëzit, ose nuk ju a din vlerën njerëzit. E para, shëndeti, dhe e dyta, koha e lirë. E katërta, puna me këtë dije. S'ka dyshim se dija të cilën e merr njeriu ose është argument për të, ose është argument kundër tij. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El-Qur'anu hujjatun lak aw alejk." Kur'ani ose është argument për ty, ose është argument kundër teje. E morë dijen, pra mësove diçka prej dijes, e shfrytëzova atë, veprova ashtu sikur se ka urdhëruar Zoti xhalleshanu dhe ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim që kjo dije do të jetë shpëtim për ty. Në të kundërt, nëse ti e merr atë dhe e refuzon atë, atëherë s'ka dyshim se kjo dije do të jetë argument kundër teje. Dhe s'ka dyshim se hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e përmendëm pak më sipër, është argument për të, ku tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjithë populli im do të hyjnë në xhennet përveç atyre që refuzon. Që i thanë sahabët: o i dërguar Allahut, kush refuzon? Tha: kush mbindet mu do të hyjë në xhennet, ndërsa kush më refuzon mu, ai me të vërtet ka refuzuar për veten e tij që më hyjë në xhennet. E pesta, të kujdeset njeriu që me e kuptu ashtu si që duhet atë gjatë të cilën e mëson. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, një ndër pikat më të rëndësishme që njeriu të kujdeset me e kuptu atë dije që e merr ashtu si që duhet. Sepse e kundërta e saj ka një rrezik shumë të madh. Ai personi i cili e merr një farë dijet dhe këtë dije e kupton ashtu si që duhet, punon me të. Ai personi i cili e merr një dije dhe e keq kupton atë dije, është shumë më keq se ai personi i cili nuk din. Sepse ai personi i cili nuk din, e din që nuk din dhe fillon e mëson. Ndërsa ai personi i cili e keq kupton dijen, ai person mendon në veten e tij sepse është në rregull, por se realisht ai ka gabu. Dhe shpesh në çështje fetare ndodhin në mesin e njerëzve këto gjëra. Unë mund të marr një shembull. Nëse jena në dimën dhe është koha shumë e ftoftë, njeriu ka një tas me ujë ngrohtë me marr abdes, ka edhe një tas me ujë të ftoftë. Me cilin prej këtyne duhet me marr abdes? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë sahabeve: atë ju tregoj juve se me çfarë Zoti xhalleshanu i fshin gjunohat dhe i ngrin gradat. Ka thënë pejgamberi alayhis salam: të marr njeriu abdes atëherë kur nuk don, si me thonë atëherë kur e ka shumë vështirë. Ka për njerëzve të cilët kanë thënë duhet me marr abdes me ujin e ftoftë, sepse vështirësia është më e madhe. Pejgamberi sa më ka thënë me marr atëherë kur don. Ti realisht me ujin e ftoftë me marr abdes në vështirësi. Me ujin e ftoftë është më e vështirë, por sa hadithi nuk thot kështu. Hadithi thot që ti, edhe pse është koha shumë e ftoftë, me uqulle me marr abdes dhe me kryer detyrë që ta ka detyruar Zoti xhalleshanu. Ndërsa ty ta ka lehtësu Zoti xhalleshanu, ta ka mundësu që ti me e pas edhe ujin e ngrohtë me marr abdes atë, kjo është mirësi, sepse Zoti xhalleshanu nuk ka kërkuar për njerëzve vështirësinë. Por se Zoti xhalleshanu
ka kërku prej njerëzve lehtësim. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna ad-dina yusr. Me të vërtetë feja është lehtësim. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu në atë argument që e mëson ose në atë dije që e merr me e kuptu atë që ka dashur me thonë Zoti xhalleshanu dhe atë që ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mundu që për çdo gjë që se kanë kuptu, kanë shku dhe e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur se ka ardhur në hadithin e dallimit të natës prej ditës. Sahabiu i nderuar e nixon ajetin e Kuranit kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani edhe pini derisa dallohet pani i bardhë prej panit zin sabah. I merr 2 litara i sahabiu, i merr 2 pajna, çka më thon, i vun në një stek. Edhe pret në mes derisa dallohen prej njëri tjetrit të 2 pajna. Mirë, po e shef që deri në dhe vun del drita dhe ky person ala nuk i dallon këto 2 pajna mes njëri tjetrit. I merr dhe shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë që më e kuptu çka ka dash Zoti xhalleshanu më thon me këtë ajet Kuranit, cilin e kam keq kuptuar. Dhe i tregon oj dërguari i Allahut, Zoti xhalleshanu ka thënë në Kur'an kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini derisa dallohet pani i zi prej panit bardh në sabah. Un kam marr mram 2 litar, një të bardhë dhe një të zi kam vuna një stek, mirë po s'kam mujt me i dallu derisa ka dal drita. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, jo, thot, nuk është jo. Por se thot, kjo është dallimi i natës, dallimi i xezës së natës, errësirës së natës me bardhësinë e dritës. Kështu që dolin pa ajo që ka dashur me thon Zoti xhalleshanu në këtë ajet Kuranit. Prandaj nëse njeriu nuk kupton diçka, kthehet tek ato që din, sepse Zoti xhalleshanu ka thënë në Kur'an fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nëse nuk dini, pyetni ata që din. E gjashta, të kapemi mas librit të Zotit xhalleshanu dhe mas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka dyshim se kush kapet mas librit të Zotit xhalleshanu dhe mas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke përafru ose duke sjell direkt mas tyne mënyrën se si i kanë kuptuar këto 2 tekste sahabët. Sepse s'ka dyshim se ata e kanë jetu jetën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ato janë ato të cilët e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjithçka. Ata kanë prezantuar në ndollit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë pasë si ka vepruar pejgamberi alaihi salam në to. S'ka dyshim se ky person nuk humb asnjëherë. Kurani është libri i Zotit xhalleshanu i pandryshueshëm. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ky është libri në të cilin nuk ka dyshim udhëzim për besimtarët. Dhe s'ka dyshim se suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpjeguesi i Kur'anit. Pra nuk mundet dikush me thonë që më mjafton mu libri i Zotit xhalleshanu dhe kaq. Porse tekstet në të cilet merret feja e Zotit xhalleshanu janë Kur'ani dhe Suneti. S'ka dyshim dhe unanimiteti i dietarëve. E shtata, të mundohet njeriu që gjatë dijes së tij të edukohet fillimisht me Zotin xhalleshanu. Dhe të edukohesh me Zotin xhalleshanu përmban 3 pika. E para, të pranohen lajmet të cilat na ka lajmëruar neve Zoti xhalleshanu ose na ka lajmëruar neve për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse ne nuk kena mundësi që me i po ato, na ka lajmëruar Zoti xhalleshanu për ditën e gjykimit, ne besojmë në ditën e gjykimit. Na ka lajmëruar Zoti xhalleshanu për ekzistencën e melajkeve, ne i besojmë ekzistencën e melajkeve e me radhë. Zoti xhalleshanu ka thënë yanzilu rabbana tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Zbret Zoti xhalleshanu në qiellin e dunjas në pjesën e 3 të natës. Si zbret ashtu sikur se i takon Zotit xhalleshanu. Si ne se dim, por se ne besojmë se Zoti xhalleshanu zbret në qiellin e dunjas ashtu sikur se na ka lajmëruar Zoti xhalleshanu.
E dyta, të kryhen urdhënesat e Zotit xhalleshanu dhe s'ka dyshim se kjo hyn në atë pjesën të punohet me dijen. Dhe e treta, të bëjnë durim njeriu në caktimin e Zotit xhalleshanu. S'ka dyshim se nëse muslimani bën caktim, bën durim në caktimin e Zotit xhalleshanu, la ilaha ghayru, kjo tregon se ai person e ka zemrën e tij të mbushur me besim. Kjo tregon sepse e din se çdo gjë që i ndodh muslimanit dhe besimtarit është prej Zotit xhalleshanu. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amruhu kulluhu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min." Është e çuditshme, ka thënë pejgamberi alaihi salam, çështja e besimtarit. Kretë çështja e tij është mirësi dhe nuk i ndodh kjo gjë dikujt tjetër përveç besimtarit. In asabathu sarra'un shakara wa kana khairul lah, wa in asabathu darra'un sabara wa kana khairul lah. Nëse e godet atë ndonjë fatkeqësi, nëse e godet atë ndonjë mirësi, e falenderon Zotin xhalleshanu dhe s'ka dyshim se kjo është mirësi për të. Nëse e godet atë ndonjë fatkeqësi, bën durim dhe prap kjo është mirësi për të. E teta, vazhdimësia në kërkimin e dijes, mos lodhja ose largimi i dembelizmit dhe durimi. Zoti xhalleshanu e ka këshilluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe s'ka dyshim se kjo është këshill edhe për neve, ku ka thënë: "Fasbir fa innal aqibata lil muttaqin." Prandaj njeriu duhet me qenë i pa lodhshëm. Duhet me qenë siç është ajo pika e ujit e cila bjen me vite mbi një shkam. Edhe pse pikë ujit shumë e lehtë është, hapet me një herë, por se nëse bjen disa vite rrallazi mbi një shkam, fillon e lën shenja. Prandaj thot Shekhu Uthejmini, transmeton prej Shekh Abdurrahman Saadit, mësuesi i tij, tregon për Imam Kesain. Imam el-Kesai ka qenë një prej imamlarëve të mëdhenj në gramatikën e gjuhës arabe, nahwu. Thot shkova që me mësu nahwin, gramatikën e gjuhës arabe, mirë po e pash veten që nuk isha i Zoti që me mësu këtë gjuhë. Edhe e lash. Një ditë prej ditëve thot isha te shtëpia dhe shpash një buburrec, e cila kishte marrë ushqimin e saj dhe do të që me hyp sipër një murit. Tentoj herën e parë ra, tentoj 2, tentoj 3, tentoj një numër shumë të mallherës edhe u ngrit te pak bit e poshtë. Derisa thot dikur arriti qëllimin e saj dhe hypi sipër. Dhe thot ky Imam el-Kesai thash me vete, thot: "Asun nuk jam më i dobët se ky buburreci, i cili edhe pse pas shumë lodhjeve arriti qëllimin e saj." Dhe vendosa që ellon me rifillu edhe herat kërkimin e dijes dhe arrita qëllimin. Dhe në fund ai u bën një prej imamlarëve më të mëdhenj në këtë lan, e cila është lan e cila i ndihmon gjitha dijet fetare, ndihmon hadithin e pejgamberit alayhis salam, pra ndihmon kuptimin e tij, ndihmon Kur'anin, sepse nëpërmjet nahwit kuptohet tefsiri i Kur'anit e merrall. Dhe e fundit, të vlerësohen dietarët dhe të hapet gjoksi për diskutimet të cilat ndodhin në mesin e dietarëve. Sepse s'ka dyshim se Zoti xhalleshanu i ka vlerësuar ato në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se e përmendëm më përpara. Zoti xhalleshanu ka thënë: "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." I ngrin Zoti xhalleshanu ato të që besuan dhe ato të cilët ju është dhënë dije me grada. Mirë po nëse ne nuk i vlerësojmë dietarët, ata të cilët e kanë lodhur veten e tyre që me sjell atë dritën e shpalljes për tek njerëzit, që me e përhap dritën e shpalljes në mënyrë që mos me e lënë dritën e Zotit xhalleshanu la ilaha ghayruhu me hum, ne s'ka dyshim që duhet që t'i vlerësojmë ato, sepse Zoti xhalleshanu i ka vlerësuar ato, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vlerësuar ato, sa që ka thënë që dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve, edhe ne janë pasuesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mundohena që me i vlerësu dietarët. Dhe s'ka dyshim se në mesin e dietarëve ka pas diskutime. Mirë po për këto diskutime ne nuk duhet që të fajsojmë askën prej tyre. Diskutimet janë dy llojesh. Diskutim në baza, diskutim në usul,
S'ka dyshim se dietarët e ehli sunetit pra nuk kanë diskutime në usul, nuk kanë diskutime në besim, por se diskutimet e tyre janë në pjesë, në deg, në furu. Atëherë përderisa diskutimet e tyre janë në furu, ne mundohena që me i arsyetu ato, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mujtahidi, ai i cili e kërkon dijen, nëse ja qëllon, e ka dy shpërblime. Nëse nuk ja qëllon, e ka një shpërblim. Atëherë nëse ne mundohena që me prek në nderet e tyre, nëse ne mundohena që me shoh diçka prej tyre, është frikë dhe është problem, sepse fyerja e tij është fyerje edhe për dijen që mban ky person. Nëse ne e ulim vlerën e tij, s'ka dyshim që ne do të bëjmë që njerëzit mos marrin dije më prej këtij person. Ai mundet që të ketë një gabim, 2 gabime, 3 gabime, kurse ne mund të kena me mira gabime. Prandaj ne fillimisht duhet shohim atë traun i cili ka zonë synin tonë dhe s'na lën me pa, e jo të shohim çimen e cila është në synin e tjetrit. S'ka dyshim se dietarët e ehli sunetit, nëse kanë gabu dikun, kanë gabu prej ijtihadit. Pra janë mundu që me kërku, dhe si përfundim mundet që të mos ja kenë qëllu. Prandaj për këtë edhe arsyetohen. Janë një numër shkaqesh për të cilat dietarët musliman kanë rënë në diskutim. Dhe shpesh ndoshta ne njerëzit e thjesht nuk i dim këto shfaqe, prandaj i lëshojmë gojët tona ose gjuhët tona pa dije, duke i përmend ato për të keq. Dhe s'ka dyshim se kjo tregon një nivel jo të mirë tonin. Tregon një diçka të cilën duhet ta rregullojmë menjëherë, sepse origjina tek muslimani është që ne të mendojmë mirë për muslimanin, dhe jo ta shohim dhe ta thyjmë muslimanin. Prandaj nëse njëri prej nesh bën një lloj gabimit, origjina nuk është që nëse ne e shohim këtë person thojmë që filani është ka e me rroll, por se origjina është që ne fillimisht të afrohemi dhe ta këshillojmë. Allah musliman, pse e ke bë këtë gjë? Kjo gjë është gabim. Mundet që ai të mos e ketë ditë se është gabim. Mundet që ai të ketë pas një farë arsye. Mundet që ai ta ketë bë pa vetë dije. Arsye, sikur se nëse zgabohem që transmetohet për një prej shokëve të profetit alayhis salam, nëse nuk gabohem, se ka thonë në kohën e profetit alayhis salam janë mundu që me i zgjedh tjetrit 70 e sa arsye kur ai ka bën një vepër gabim. E nëse nuk i kanë zgjedh arsye, kanë thonë kush e di ndoshta ai ka pas një arsye të cilën nuk e kanë ditë ne. Prej shkaqeve në të cilët dietarët kanë ra në diskutim, mundet për shembull që hadithi këtij dietarit të mos i ketë arrit. Pra, pa marrim si shembull në periudhën e Imam Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroft, një prej dietarëve të botës islame. Ebu Hanifja ka jetu në vitin 150 parafërsisht, nëse zgabohem më ka vdekur ka lind këtë vit, 151. Shpërndarja e dijes ka qenë shumë e vështirë. Njerëzit kanë udhëtu kohë jashtëzakonisht të gjatë për me marrë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç transmetohet se Imam Buhariu ka udhëtu 40 ditë në kam për me marrë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mundet që këtij mos i ketë arrit hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me disa rregulla fetare të tjera të ketë dhënë një farë gjykimit. Mirë, po nuk ka dhënë gjykim ai këtë gjë. Ai ka treguar me fjalët e tija se nëse ju vjen hadithi i sakt, lejeni fjalën tëme. Në një fjalë tjetër ka thënë, hidheni fjalën tëme për tejmurit dhe merrni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallja prej Zotit xhalleshanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai për të cilin Zoti xhalleshanu ka thënë në Kur'an për të që nuk flet fjalë kota. Ka thënë në Kur'an: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dhe Muhamedi alayhi salam nuk flet diçka prej vetes tij, thot Zoti xhalleshanu, por ajo që flet është shpallje që i shpallet. Prandaj mundet që këtij dietarit mos i ketë arrit hadithi. E dyta, mundet që këtij dietarit të ketë arrit hadithi në rrugë jo të sakta. Hadithi mundet që të jetë i vërtet. Mirë, po transmetuesi i cili ja ka thënë atij mundet që të mos jetë një njeri, mund që të jetë një njeri jo i sakt. Prandaj ai person s'ka mujt që më e pranu hadithin prej këtij personit. Sepse s'ka dyshim se dietarët musliman i pranojnë hadithet
prej njerëzve të cilët janë të drejtë, të saktë, kanë memorizime me rroll. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë pejgamberi alaihi salam gjallë, vetëm me u thonë njerëzve ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah e kanë marrë fjalën për bazë më herë. Mirë, po masi ndollën fitne në mesin e muslimanëve, ndryshoi puna. Kur dikush thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë na tregoj herë kush e ka transmetuar këtë gjë. Kështu që dash me thonë edhe transmetuesat e ka një gjuhë filani prej filanit. Sepse ndollën fitën në mesin e muslimanëve. Filluan njerëzit me fut gjana në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe në ditët tona pranohen gjanat me transmetim, me zinxhir, derisa u shkruan në libra, siç janë Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, e me radhë librat e tjerë të hadithit, librat e tjerë të cilët i ka saktësuar Sheikh Albani e me radhë. Porse u kërku që me u sistemu transmetimi, u kërku që me u sistemu zinxhiri i transmetimit prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që dihet që kjo fjalë a shton realisht prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nuk a shton prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta, mundet që gjykimi të jetë abrogu, të jetë ngrit gjykimi. Pra, mundet që në fillim në Islamit ketë ardhur një gjykim dhe pastaj ky gjykim të jetë abrogu, të jetë ngrit ky gjykim dhe Zoti xhaleshanu ka sjell një gjykim tjetër. Në fillim të Islamit, kur e kanë fal namazin, kur kanë rënë në ruku, durt i kanë vu kështu dhe i kanë fut në mesin e këmbëve. Mirë, po ky gjykim është ngrit, sikurse transmetohet në Sahihul Bukhari dhe Sahihul Muslim. Dhe kur dy sahabe e kanë bë këtë gjë, pra kanë vepruar ndryshe prej kësaj forme, i kanë vu durt mbi kupat e xhujve me gishtrit të hapun në prani të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'udi u ka thonë, pse po bani ju kështu? Sepse Abdullah ibn Mas'udit nuk e kishte arrit aloku, domethënë hadithi tjetër i cili ka ardhur që më ju tregu se është ngrit ky gjykim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që duhet me u hun këtë lloj formet. E një numër arsyesh të tjera, se s'ka dyshim se dietarët janë njerëzit të cilët mos pari ose mos shumti duhet që të arsyetohen. Ato janë ato të cilët e çojnë mundohen pra që me e çu shpalljen të cilën e ka zbrit Zoti xhaleshanu në çdo vend. Mundohen që me e çu fjalën e Zotit xhaleshanu dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo shtëpi. E lollin veten e tyre që me kërku dije. Abdullah ibn Abbas i Allahu mëshiroft, djali i ars pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ndër njerëzit më me za në fenë e Zotit xhaleshanu me la ilaha ghayru. Ashtu pyet se si e ka fitu këtë dije. Ka tregu Ibn Abbasi se e ka fitu këtë dije duke pyet, duke marr, duke kërku. Saqë një herë prej herësh ka tregu Abdullah ibn Abbasi Allahu mëshiroft se ka thonë kam nigju për një burr i cili e ka nigju një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kam shku tek shtëpia e tij. E kam hek rrobën e tij. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zakonisht veshja ka qenë prej dy rrobave, rreda rroba e sipërme edhe izar rroba e poshtme. E kam shtri njënën copë prej rrobave të mia, edhe jam ul e jam shtri tek dera e tij. Nuk i ka kërsit në derë Abdullah ibn Abbasi Allahu mëshiroft. Thot era e madhe që vite e bite dhen edhe ma plaste të tonë trupit. Deri sa doli ai personi. Kur doli më tha, o djali i ars pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse nuk më ke çu diken që unë më ardh te ti? Atëherë Abdullah ibn Abbas i ka thonë këtij personit, jo, por sa unë duhet që të vite ti. Dhe e ka marr hadithin prej tij. Elusim Allahun xhallashanuhu që të na bojnë neve prej atyre që mundohen që me kërku dije të dobishme. Elusim Allahun xhallashanuhu që të na bojnë neve prej atyre që i pasojnë dietarët e ummetit musliman. Elusim Allahun xhallashanuhu që të na bojnë neve prej atyre që e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i vujnë në zbatim urdhënesat e tij. Elusim Allahun xhallashanuhu që të na i falin gabimet dhe gjunahet tona, se s'ka dyshim se ne jena gabimtar dhe gjunahçar, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Gjithë bijtë Adamit janë gabimtar, mirë po më të mirët e gabimtarve janë ata që pendohen.
Allah e shpërblet të mirë.